Policia kufitare ka intensifikuar përpjekjet për parandalimin e krimeve kufitare me operacionin e fundit të koduar Lugina 1, e cila ka çuar në arrestimin e 2 shtetasve sirian, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në ndihmën për kalimin ilegal të kufirit. Gjatë operacionit që u realizua në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Korçë, stacioni i policisë kufitare Kapshtic dhe prokurorinë e Korçës u arrit të dokumentohej aktiviteti kriminal i organizuar për kalimet palishme në kufirin në drejtim të Greqisë dhe përmes malit të zi në vendet e Bashkimit Evropian. 2 të arrestuarit u kapën në flagrancë në fshatin Kapshtic gjatë natës, ndërsa po shoqëronin 8 emigrant, 4 prej të cilëve të mitur me shtetas egjiptian dhe algjerian. Hecimet zbuluan se ata kishin lidhje me një rrjet të gjerë të kalimeve ilegale të kufirit dhe kishin qenë të përfshirë edhe më parë në raste të ngjashme. Dyshohet se aktivitetet kriminale janë organizuar në bashkëpunim me shtetas të tjerë sirian. Ndaj tyre është ngritur akuza për veprën penale, ndihmë për kalim të palishëm të kufive kryer në bashkëpunim dhe hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht këtë rrjet dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë. Policia kufitare dhe organet e drejtësisë po punojnë për të parandaluar aktivitete të tjera të ngjashme dhe për të garantuar sigurinë e kufive të shtetit.